Komentimi përsosur i Kuranit. Xuzi i 29. Sura Nuh. Ajetet nga 26 deri te ajeti 28. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Dhe Nuhu tha, o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë fe mohues, sepse nëse ti i lë, ata do t'i shpijnë në humbje robët e tu dhe do të lindin vetëm kriminal dhe jo besimtar. O Zoti im, fal më mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë tënde, fali të gjithë besimtarët e besimtaret, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatrim. Komentimi. Ky popull i shturur dhe imoral duhet të zhduket. Këto ajete janë vazhdimsi e fjalëve të profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, lutja e tij ndaj popullit të vet. Ajeti tregon se profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, tha, o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë fe mohues. Këtë fjalë tha kur pa që ky popull nuk udhëzohet, pasi ai u përpoqi dhe u mundua shumë për udhëzimin e tyre, atij besuan vetëm një grup i vogël njerëzish. Fjala alel ard mbi tokë tregon që thirrja e profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, ishte universale, prandaj dhe stuhia dhe dënimi që u erdhi atyre më pas ishte me përmasa botërore. Fjala dejjar rrjedh nga fjala dër dhe nënkupton personin që zgjedh një shtëpi për të jetuar. Kjo fjalë zakonisht përdoret në rastet e mohimit të përgjithshëm, për shembull thuhet ma fid dari dejjar. Në shtëpi nuk ekziston asnjë njeri. Më pas profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, argumenton mallkimin e tij me këto fjali, sepse nëse ti i lë, ata do t'i shpihen në humbje robët e tu dhe do të lindin vetëm kriminal dhe jo besimtar. Kjo tregon se mallkimi i profetëve, si për shembull mallkimi i profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, nuk buron nga zemërimi, nga inati, nga ndjenja e hakmarrjes apo e urrëties, por mbështetet në një bazë logjike dhe të mirë llogaritur. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, nuk ishte prej atyre njerëzve të paduruar që për gjën më të vogël të ngrihet në këmbë dhe të mallkojë. Ai e ndërmori këtë hap pas 950 vitesh thirrjeje në rrugën e Allahut me durim dhe përkushtim, me shumë këmbgulje dhe merakosje, vetëm pasi kishte humbur plotësisht shpresat e popullit të tij, nisi ti mallkonte. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, e kuptoi se këta nuk kishin ndërmend kurrë të besonin, e kuptoi se këta do t'i devijonin besimtarët të cilët jetonin në të njëjtin mjedis, e kuptoi se edhe gjenerata e ardhshme tyre do të jetë e prishur dhe e korruptuar. Disa komentues kanë thënë se ai arriti ta kuptojë këtë sepse u ndihmua nga disa njohuri të fshehta që Allahu ja kishte dhënë atij, që ka mundësi që profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, i përftoi me anë të shpalljes nga Allahu, i cili thotë, e Nuhu ti që shpallur, nuk do të besoj me askush nga populli yt, përveç atyre që kanë besuar, pra mos u brengos për atë që punojnë ata. Nuk duhet të mënjanohet edhe mundësia se ai kishte arritur te kjo e vërtet, përmes reflektimit logjik dhe për llogaritjeve të zakonshme, për arsye se një popull i cili për 950 vite të tëra thirret në rrugën e drejtë me anë të shprehjeve më ndikuese dhe prap nuk beson, nuk ngelet me asnjë shpresë për udhëzimin e tij, nga që jo besimtarët politeistë përbënin shumicën e popullsisë dhe të gjithë pasuritë dhe pushteti ishin në duart të tyre, është më se normale që ata të përpiqeshin të tërhiqnin edhe të tjerët pakicën besimtare. Padyshim që edhe brezat e ardhshëm të një populli të tillë do të ishin keqbërës dhe të shturur moralisht. Gjithashtu është i mundur bashkimi i këtyre tre varianteve. Fjala el fajru nënkupton personin që ka kryer një mëkat të shëmtuar dhe të neveritshëm, kurse fjala kafirun është trajta sipërore e jo besimtarit. Ndryshimi që ekziston mes këtyre dy fjalëve është se njëra fjalë ka të bëjë me aspektet praktike dhe tjetra me aspektet doktrinore dhe konceptuale. Nga tërësia e këtyre ajeteve arrim të kuptojmë se dënimet hyjnore kryhen në bazë të urtësisë. Një shoqëri e korruptuar dhe e shturur do të lindë trashëgimtar që do të ndjekin të njëjtën rrugë, do të ndjekin në rrugën e korruptimit, të mashtrimit dhe të devijimit dhe nuk kanë të drejtën e jetesës sipas urtësisë hyjnore. Sigurisht që edhe atyre do të zbresë ndonjë stuhi, rrufe, tërmet apo ndonjë fatkeqësi tjetër dhe do t'i zhduk nga faqja e dheut, ashtu si stuhia e profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, e pastroi tokën nga fyrjet dhe sharjet e atij populli të ligë dhe mëkatar. Meqense ky ligje hyjnor nuk i përket një kohe apo vendi të caktuar, duhet të kemi parasysh se nëse ekziston edhe sot ndonjë popull i korruptuar, edhe fëmijët e tyre janë fajir të prishur dhe kufar jo besimtar, duhet të jenë në pritje të dënimit hyjnor, sepse në këtë çështje nuk ekziston asnjë diskriminim. Kjo është një traditë hyjnore.
Shprehja ju dillu ibadek, ata do t'i shpien në humbje robët e tu, ka mundësi të flasë apo të tregoj për një grup të vogël besimtarësh të cilët i besuan profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, gjatë të gjithë asaj periudhe të gjatë, ose tregon për masat e gjëra të popullatës të shtypur, të cilat në ndikimin e presionit të udhëheqësve të devijuar pasonin fenë e tyre. Në ajetin e fundit të kësaj sureje, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, për veten dhe për ata që i besuan lutet në këtë mënyrë: O Zoti im, fal më mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time, fali të gjithë besimtarët e besimtaret, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatrim. Ky kërkim faljeje tregon se profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, dëshiron të thotë se unë, me vite të tëra dhe në mënyrë të vazhdueshme kam thirrur njerëzit në fenë islame, në këtë rrugë kam duruar çdo lloj ankthi dhe persekutimi, por prap kam mundësi që gjatë kësaj periudhe të jem treguar neglizhent apo të kem kryer ndonjë veprim të gabuar, prandaj unë kërkoj falje dhe asnjëherë nuk e shfaqsoj veten time përpara Allahut të madhëruar. Pikërisht kjo është gjendja e të dashurve të Allahut, të cilët edhe pas gjithë atyre përpjekjeve në rrugën e Allahut, përsëri e konsiderojnë veten fajtor dhe asnjëherë nuk bien pre e mendjemadhësisë dhe e vetkënaqjes. Ata nuk janë si personat me kapacitet të kufizuar, të cilët me kryerjen e një vepre sado të vogël bëhen aq mendjemdhenj sikur Allahu të ishte borxhli ndaj tyre. Në realitet, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, kërkon falje për disa persona, së pari për veten e tij për lëshimet që mund të ketë bërë në lidhje me përparësitë, së dyti për babain dhe nënën e tij në shenjë mirënjohjeje dhe respekti për përpjekjet e tyre. Së treti për të gjithë ata persona që i besuan atij edhe pse ishin të pak në numër, më pas së bashku me atë hypën në anije, e cila gjithashtu ishte shtëpia e profetit Nuh, paqja qoftë mbi të. Së katërti kërkon falje për burrat dhe gratë besimtare të gjithë historisë dhe në gjithë botën. Këtu ai krijon lidhjen e vet me të gjithë besimtarët në të gjithë botën dhe në të gjitha periudhat kohore. Në përfundim përsëri thekson se shtypësit do të zhduken sepse e meritojnë këtë dënim për shkak të dhunës dhe shtypjes së tyre. Hulumtim. Nuhu, profeti i parë prej profetëve të vendosmërisë së lartë, ulul azmi. Kurani i Madhërisëm flet në shumë ajete për profetin Nuh, paqja qoftë mbi të, në 29 sure në Kuran është diskutuar rreth këtij profeti të nderuar, kurse emri i tij në Kuran është përmendur 43 herë. Kurani ka përshkruar në mënyrë të detajuar pjesë të ndryshme të jetës së tij që kanë të bëjnë më shumë me aspektet e mësimit, të edukimit dhe të këshillave. Historianët dhe komentuesit e Kuranit kanë shkruar profetin Nuh, paqja qoftë mbi të, ndryshe njihej dhe me emrat Abdul Ghaffar, Abdul Malek ose Abdul Ala, kurse epiteti Nuh ju dha për arsye se ai me vite të tëra qante për veten dhe për popullin e tij. Emri i babait të tij ishte Lemek ose Lamik. Në lidhje me moshën e tij ekzistojnë mendime të ndryshme. Disa thonë se jetoi 1490 vite, kurse në disa transmetime të tjera thuhet 2500 vite. Për njerëzit e kohës së tij thuhet se jetonin afërsisht 300 vite. Ajo që dihet mirë është se ai ka jetuar shumë gjatë. Në bazë të ajetit të Kuranit thuhet se i kaloi 950 vite në mesin e popullit të tij duke thirrur në rrugën e drejtë. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, kishte 3 fëmijë me emrat Ham, Sam dhe Jafith. Historianët janë të mendimit se të gjitha racat që ekzistojnë sot në rrezullin toksor rrjedhin nga këta 3 fëmijë. Pasardhësit e racës së Hamit jetojnë në Afrikë. Një grup tjetër janë prej racës së Samit, jetojnë në lindjen e mesme dhe lindjen e afërt. Raca e Jafethit jeton në Kinë. Edhe për vitet e stuhisë së profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, gjithashtu ka mosmarrveshje, disa thon 50 vite dhe disa të tjerë 60 vite. Në burimet hebraike Teurati sotshëm gjithashtu është dhënë një diskutim i hollësishëm për jetën e tij, e cila ndryshon në shumë aspekte me atë që tregon Kurani. Kjo është prej shenjave të devijimit të Teuratit. Këto çështje janë cituar në kapitujt 6, 7, 8, 9, 10 në Teurat. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, kishte edhe një fëmijë tjetër me emrin Kenan, i cili nuk ju bind babait dhe e kundërshtoi, madje ai nuk ju bashkua atij dhe nuk hypi në anijen e shpëtimit. Sipas Kuranit, në fund ashtu si jo besimtarët e tjerë u mbyt në stuhi. Se sa njerëz i besuan atij gjatë viteve të thirrjes në rrugën e Allahut dhe hypën me të në anije, gjithashtu është çështje diskutimi. Disa kanë shkruar 80 veta dhe disa të tjerë 8 persona. Tregimi i profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, ka gjetur një pasqyrim të gjerë
në literaturën arabe dhe perse, duke u përqendruar më shumë mbi stuhinë dhe anijen e shpëtimit të tij. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, është personifikim i durimit, i falënderimit dhe i qëndresës. Kanë thënë se profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, ishte personi i parë që për udhëzimin e njerëzve përveç logjikës së shpalljes u ndihmua edhe nga logjika e argumentit dhe e intelektit. Kjo është pasqyruar më së miri dhe në ajetet e kësaj sureje. Për këtë arsye ka një të drejtë të madhe mbi të gjithë besimtarët dhe adhuruesit e botës. Shpjegimin e historisë së profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, do ta mbyllim me një hadith nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, në agimin dhe perëndimin e diellit, gjithnjë këndonte këtë lutje: hëngra darkë dhe dëshmoj se çdo begati që kam në fe dhe në pasuri e kam nga Allahu i madhëruar që është një dhe i pashok. Unë jam i detyruar ta lartësoj Allahun për këto begati dhe ta falënderoj shumë atë. Për këtë arsye Allahu në Kur'an ka thënë: ai ishte një njeri falëndërues dhe mirënjohës. Në thënien e Allahut, o Zoti im, fal më mua dhe prindërit e mi si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time, ka diskutime për fjalën Beitun. Për fjalën Beitun, shtëpi, ekzistojnë diskutime. Janë përmendur 4 variante në lidhje me të, disa e kanë marrë në kuptimin e shtëpisë private, disa në kuptimin e xhamisë, disa të tjerë në kuptimin e anijes së shpëtimit të profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, kurse disa të tjerë e kanë komentuar si feja dhe shariati i tij. Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lexojmë: me fjalën Beitun këtu synohet udhëheqja hyjnore, çdo kush që hyn në këtë udhëheqje ka hyrë në shtëpinë e të dërguarve. O Zoti im, të lutem na beko neve që me anë të pranimit të vilajetit të imamëve të Ehli Beitit të hyjmë në shtëpinë e dërguarve. O Zot, të lutem na dhuro qëndresë të ngjashme me atë të profetit Nuh, që asnjëherë të mos lodhemi në rrugën e thirrjes në fen tënde dhe asnjëherë të mos heqim dorë. O Zot, në kohën që arrin stuhia e zemrimit tënd, na shpëto neve me anë të anijes tënde të shpëtimit.